që është sot. Mirë presë në studio, Albana Noshaj. Mirë broma. Mirë broma. Mirë se erdhe. Knaqime të prit në studio. Pas kam prit bjondim, po pas ke ndryshu. Kom ndryshu. Hajde, dashur ullu, kjo është zati për ty. Faleminderit. Je kështu natyrale me ngjyrë, i ke edhe tuat, apo? Me të thonë drejtën, flokët i kam pak ma qelta, se sa i kam mbyll tash, po dhe ishta pak mik pi bjondes. Po të shkojnë shumë. Faleminderit. Kam pa disa fotografi dhe video të tuat me të bardhën, po edhe kështu po më duke shumë Unë bukur. ko gjatë do vjetë, gati 3-4 me të bardhë. Ullodhe, si që kemi një fazë në vajza që dojmë me ndryshu, pa tjetër në gjyrë, unë i ditë kur të bohe me kuqe. Qatë me ne me kam edhe dhënë. Apo, që në ka fazë, po më duket. A i hargjon shumë kohë gjatë ditës për kujdesin ndaj vetës, për dukje në përgjithësi? Apo je edhe nga ato që për 5 minuta vesh diçka shpejte edhe pa make-up del? Krej shoqë që fëmija jem ajo ma shpejta dy se bona gati, nuk e kam dhe më thonë kështu problem nëse dal pa grem, për mu ka rëndësi me kun veshën, okej, flakt në regull, edhe se dal pa grem nuk e kam as pak problem heq. Bile ashtu edhe i kam 2-3 gjerime se im dal pa pigrimit. Okej. E ke pas gjithmonë këto? Apo të është shtu si përgjithësi fakti kur merr një titull bukurie, mandej njerëzit presin gjithmonë me qena i perfeksionin në pamje, kështu kryohet si përshtypje? Po, ajo është, ma dije sa është e vërtet momentin të që bosh fri publike duhet dënë e zdënë të kemë dukë bukur kur del me një vend sa është publik, adin se fillimi o kom pak zërë, tash më duket më ka bojë njejtë, për mu është veqa jam okej me veshje, me flok, ta është gjithka në regull tjetër. Për pos kurorave të bukurisë, të tregova shikuesve që ke një pasion shumë të madh për aktrimin. Ka qenë i rritur brenda teje si pasion prej e vogël, apo erdhi si me thonë duke eksploru me veten ma tepër? Aktrimin, po, normal e kom pas qyshe e vogël, po ma shumë të krem kone e vogël, gjithmonë në thejsha ka më bo avokate. Mon ondra e më konë masë, nëse onë tarme nuk më i me mëri si avokate, dijet se thmija jam ka më bo. S'fali dhe qika djali njoni po, amo aktrimin e kom dash qyshe e vogël edhe gjithmonë im kun ajo e vogla shpis, edhe pa gjithmonë bëjsha probleme edhe ka isha për palidhja, apo kuptan edhe aty dhe më thonë këtë e kanë di që unë tarme kam bo një aktore. Jam qasoj rrugës për më bo aktore. Okej, bukur shumë. Në përditshmëri, para se me ju fut projekteve ose takimeve me njerëz të fushës e aktrimit, i ke pas ato dyshime tek vetja ose ku e ke gjetë mas shumë të besimin që me thonë vetës, okej, unë jam e mirë në këtë punë, normalisht me përvoja njeri u perfeksionohet edhe arin me imsu edhe plët gjanat e tjera, po si fillim me vetën, a i ke pas këtë diskutimin që shka me qenë, ako mja dalë, jam e mirë në këto duhet mu përmirësu? E në parë, kur ja kom njësë për me lujtë serialin, do me thonë, aty ma kanë dhoni shtymje Valoni dhe Antigona që thuja jem rritash me ta, mu kanë bo si familje dhe që i përshëndes shumë. Edhe normal, u konë pjesa maj si kleqme për mu se ta isha a ka me mësune tekstin, a ka me mësune skenarin. Po do me thonë të kjo mdollë se s'kam problem heq, do mund të sekonda janë shaj syte dhe one i veç jam arë thelbin qasoj edhe nuk e kam kushfar problemi. Edhe thëmë, okej, unë do me thonë jam ka përshtot në atë pjesa aktrimit, se të pjesa e misit nuk jam përshtot as pak. Se, po nga të erdi kjo, pse ndjevet nevojshme me u fut një garë për me marrë një titull të së bukurës. Shtyti dikush, ishte dëshire jotja prej fillimit që me qenë pjesë e konkurseve të bukurisë? Jemja jo, këto e kom cek në për intervista tjera, kjo kënd një dëshire madhe e nënës ta. Edhe këto ja kom dëmonë këtë kurore, edhe që shijet në foto, kjo kurore është e mami jem, që ja kom dërzu asaj, momentin që ja kom morone, se ajo gjithmonë ka po qefësone më ku një mes për to. Edhe ajo kjo është dhe më thonë veç dëshira momit. Okej, undive krenare për arritjen e kësaj dëshiret sajen? Kjo është shumë pak që ako mujtë me bo për momen, besoj se tërmen do bëj pak ma shumë për to. Si e priti ajo, këtë kulmin e dëshirës e saj për ty? Më kujtohet edhe tash momentin kër jem zhjetë dhe më thonë mes Eleria, edhe telefonatën e pare kom bo Bobit. Dhe me thirë momen e kom pa thirë Bobin edhe normal se për momen të më konë i gzemi madha, din se
arrita me morë, se me thonë drejtë na ishim krejtë se kur nuk isha qatë kohë kur ina për mes, nuk jem konë mirë emocionalisht, edhe dhe me thonë veç këmë thonë, okej, unë po i ngare dhe nëse s'fitoj kur gjo, okej se kam tjetërën ma të lashe ma të madhe. Që që kur e fitova, normal që do nuk zova, kjo është një arritje një ndër që po realizohet. Që kishte në prapasken, diçka që do doli më ndryshe se që kishte imaginu? Shpesh herë flitet, sidomos njerëzit që s'jam pjesë e konkurseve të bukuris, ekzistojnë plot edhe teori kështu të ndryshme, jo që nuk bëhet shpesh herë garë fer, ose që ka konkurencë tepër të ashpër, nga një herë edhe jo fer mes vajzave. A kishte diçka në prapasken që ty të bëni për shtypje? Me të thonë drejtën të shumë që i kam dy qmimet, mes diasporja kom kalu ma mirë, kona jo që kena përkra ma shumë vajzat me njëra tjetërën, të këtu po ka pas gjëlëzi të vajzat tjera, dhe kanë pas ato problemet e veta, po une që shtash ma jetë, une kom pas një të lashe tjetër edhe mund nuk më ka interesu as pak kjo, dhe me thonë kjo garë, po andra mamit hina në garë dhe e fitova. Pra se pas ke pas fokusin, është Jo, 100% në garë? Jo. Nuk e... Po kjo është dëshira momit teme dhe jam shumë e lumëtur që paktën me qëtësan e kom po moment lumëtur. I ke nxo asaj? Krejt. Krejt, pra bukurin e ke nga mami. Jam paka shumë me këse dy prindve. Te pjesa e syve jam si bobi, te pjesa e mjekës jam si bobi, a kështu jam gati krejt kupja momit. Një dëshirë kjo, pra e nanës, po a kishte dikush nga njerëzit e tu të afërt, ose njerëzit e ri që ti takove më vonë, pas fitimit, për shembull titullit parë, që fillon me paragjyku këtë titullin, se jemi pak të çuditshëm neve, i gjykojmë vajzat e bukura shumë, i paragjykojmë më saktësisht, a u përballe me situata të tilla? Po, janë nisë prej familjes jo të ngushtë, rrethit, i atyve të publiki ka pas njerëz, ka pas shoqni të mi, që nuk kanë besu. Po, shoqni jame, rrethi jam, s'kanë besu, dhe me thonë, këtë forcën tem, koncentrimin tem që e kom bo, edhe kam pat ato paragjykimet, okej, kjo e ka morë që ka morë. Ka pas edhe si loj komentave. Po se mu së më bojnë për shqipje kërë. U dhe kom të para që thojnë shoqnisë që të ka bo me undi kështu edhe ka dyshu në sinceritetin tënd edhe në lojën reale të kësaj gare? Me thonë drejtën, ata kanë dyshu, po ata kanë ardhë aty në skenë edhe kanë reshë plaka për më kërën e fitova. Okej, pra s'pas kanë qenë prej atyre që darin direkt në sy dhe tonë hej se ti... Nuk jam as pak akmarje, dhe më të nëne i qes njerës për bol me edhe ata vina të rejnë shë plaka për më. Okej. Ndodhë më shumë, kur përmendë shoqëria, shpesh herë edhe në këtë studio plot të zonja të suksesshme, ma kanë thënë që komentet ose ofendimet ma saktësisht më të shpeshta që i marin prej vetë grave. A ka shoqëri të sinqert mes vajzave, ose pse mendon ti që vajzat kundrejt vajzave janë gjithmonë shumë të ashpra, me paragjykime, me mënyrën se si shkruajnë në rrjetet sociale, sa shumë ofendojnë njëra tjetrën? Po, unë për veti flasë, unë për shkak paragjykimet e marrë ma shumë për grave, për vajzave, sa për djemve. Edhe dhe më sot shoqet e mija, më stam tanat, se nuk më kanë dalë tanat besnike, po i kam dy që i kam të mantuja si motra dhe sidomos njona që më ka përkroni çdo hap temin që e kom bo. Qoftë i mirë, qoftë gabima, qoftë qysh do ajo më ka përkroni. Dhe ajo më ka vërtetu sa shoqja me tamane e ngushtë. Kam si shumë motër. e fatë, se të pak të një me e pas për një jetë të tënë mjafton. Flasim pak për ty, për formimin tënë, sepse gjithçka nis prej rënjëve, prej fëmirisë edhe familjes. Ti e rritë më shumë mes Malit Zi dhe Kosovës, a? Qa kujtime shke prej Kotorit të bukur të Malit Zi? Kujtimet, dhe më thonë, se flasë për Kotor, normal se babin i mamin e kom pa që gjithë kohës në përpuna. Kujtimin më të mirë, më të që më me majtë me, ne kam me vlovin të të madhin, dhe më thonë si më punë gjithmonë një thmije, si më konë thmija e vogël i ti, dhe më sa ju kujdis për mu. Nëse flasë për kujtimet në Kosovë, normal se është për gjyshen. Gjyshja, dhe më ajo që më ka rritë dhe i kam. Nëse flasë për kujtimet femeris, muj me folë vetëm për gjyshen. Vetëm për gjyshen. Po kur ndodhi kjo, ju erdhët gjithë familja në Kosovë, apo si me thonë me vajtje ardhje, shkonit atje erdhët këtu, si ka ndodhë shkutja për Malit Zi? Jo, me babi jam 98-ën, diqka 98-ën, 97-ën u shku Malit Zi. Atje dhe me thonë tani
ja ka njësë me shku mame, mas e kom lindone, mas një vitit jem shku dhone, ma shumë kina i tu Malzi se sa në Kosovë. Po në Kosovë, kër i na këthy puna gjyshes, tani jo vlaznia u martu, një pat jo akto, dhe janë nisëm tani më këthy ka pak këtë Kosovë, po bobe në loje kam atje. Okej. Këtë larkësia ju ka bërë më shumë, pra, ju ka afru më tepër, apo edhe me raste ju ka largu? Jo, unë jam, që shtash ma jetë, unë jam thmija ma e vogël edhe kum paso në largëm prej familjes me vite. Amo tash e shos jena ma afrum, dëshmon, monojnë, kur takomi këtë mija bashk, kur t'i këshyrim një pat, thujmë se na se kina bo që të sanë, edhe monojmë ta ina më knaqë ma shumë se sa një pat. Pra, po thu që e ke përjetu largimin prej familjes shumë koma për para, ishte periude gjatë kjo që ishe largë këtyne, si ndodhi, pse, nëse mund të pësë? Kjo ka ndollë prej... Me sta që i vetën nga bim, se nuk mundesh me thoni nga bim që e bën një thmi. Sa të jem konë shumë thmi e vogël. Jem konë... As nuk e marrë kohën e renis. Sa vjeç ishe? Isha 16 për 17. Po ndodhi gjithë shka, brenda natës. Që ndodhi? Ndodhi këtë historie din edhe publikit që më ka ndodhë. Nëse nuk ndihesh rahat për ta folë, unë ta respektoj, unë nuk po e kam idejnë për qa, ndoshta pas të ndash me hullëmtu pak ma tepër, po gjithsesi, ishte periudhe gjatë që ti ishe larkë familjes? Më di këtë të pak të? Po, do më pia tërshit, unë normal që shkojnë shpej, vizitoj e krejt, po do më jetën të me ata që kam kësaj 8 vite. A kishe kontakt me familjen gjatë saj periudhe, apo fare? Hiq? Hiq. Po më thonë, se Gzimi po më fletë, më tregon tani që ka pas bëjt që ka një histori dashurie, po? Jo. Jo? Një ferë, u konë për mu. Një ferë? Po. Që nisi si një shkëndi dashurie, a? Jo, Apo hiq? jo. Okej. Isha fëmi e vogël, të mush 16 vjeqe. Nuk besaj, tash në ashta muhet me posa si lidhje dashurie për porat e ke lujt. Rast ka shku menja për këtë sana. Okej, mirë, qartë. Si e pranoj familja jo të këthimin të ndë, apo kur u ribashkove ti me ta, pas sa kohem të? Shto, kur më pyte ma jetë për prendë, sot i këmë gjohë kështu si karakteri këmë gjohë mamet, këse me shpirë babit. Edhe gjithmonë, këtë ato dhimt, këtë ato vujtje, këtë ato ferë, dhe të zeza, e këmë prejtu vetë. Edhe këmë liftu vetë, pa e lindu prendë të mimë. Momentin që prendë të mi e kanë mërë vesh që ka po ndodhë me jetën temë, edhe pse isha ajo koha që prendë të mi nuk ishin të folë me mu, gjithashtu edhe vllaznia mi, e kanë mërë vesh mes reality shokurin konë. Aty kër e të regova këtë historinë temë, këtë atë vujtje, atë projektim që isha alo të e bo, ato kresnimet, ato senet, edhe aty normal që ka vazhdu edhe 2 vite, mos pajtimi e familje me mu, dikur e vendosa se ja tjetoj, ja qka i këtë botën tjetër. Se ma nuk isha forcë me jetu pa e thirë babë, ose pa e thirë nonë. Pra e qove në përmendje edhe anën më të keqe për vetën, dhe një verzion më të keqen për t'i bu vetës. E kishe ti kë ofër që të rinë të ofër, që sa do pak e heqje këtë mërzine dhe gjithë traumat që po kaloje? Jam rrit vetë. Që të kam su jeta, gjithë të përjetime, pra për një moshe të vogël, 16 vjeqe, me përjetime që nështë njëri o gjithë jetë nuk i kalon? Që më kam su, deshte pa deshte, jem rritë shumë shpejt. Se... Mase i këmë bo 25 vjetë, e di se ishin 2 vitet më të rëndësishme. Që ishë mosha 18 vjetë, që ishë hinë atë fazën e rinis, edhe mosha 25 pikëris. Edhe mosha 18 vjetë, dhe më në festova vetë, edhe ishë një dhimbje shumë e madhe, se isha largë familjes, edhe ishë për vitori i vdekjes vllavit tem. Se mu vllavi më ka dekë për ditëlindje teme, dhe më thonë ishin 2 sene të këqija për mu. Edhe nëse ullna me folë për renin tem, nuk di që ka me të thonë. Ishe vetëm për ditëlindje, krejt vetëm? Krejt vetë. Pas një
një shoq që e kom pas shumë afër, që ka mendu me ma kun hapat mia, ata e kom taku mas e kom bo 19 vjetë. Dhe më një vetë me njëri kun ajo, mas e kom bush 19. Vllaur, e pas ke humbë në moshë 3, me sa po kuptoj, ja? Vlov jam bib, lindje, momit, Gjatë lindjes. 2013, dhe më në ditë lindje tem. Vjen shumë keq për këta. Pra, një 18 vjeqarsh, krejt ndryshe nga që presin gjithë adoleshentët kur të hynë në një moshë madhore, janë ofër njerëzve të tjerë, po për çfarë i falenderohesh më shumë ti familjes sot? Se janë mundu me mos më mlan vetë, me kuptu se nuk kom pas fajon, fati kështu e deshte, edhe se tash mundohen për çdo sen për mu, më përkrojnë për çdo sen, ma jepin dyfesh dashnin që s'ma kanë dhonë për ato vite, edhe jam shumë e lumtur për këtë sen. Dëmonë për këtë pikë që ku mujt me gjithë një mirë kuptim me familjen, e jo me bo ato të keqen se kom mendu për vetën. Dukesh një zonjë sot shumë e fortë, një vajzë shumë e fortë, që pavarësisht çka ka kalu, qëndron shumë me këmbë në tokë edhe nuk lëkundet letë, sigurisht përjetimet që ke kalu të kam bo, si që ta edhe ti me urit më shpejt. Për pos këtyre përjetimeve, je përballë edhe me paragjykime sa i përket fizikut, ngjyrës së trupit, që është shumë absurde. Edhe atëherë ke qenë në moshë të re kur... Jo, atëherë në 2022, mase u zgjedha mes, edhe thash ti të reality show që jem konë një Smejlov. Edhe, jo, për fizik, jo, se gjithmonë më kanë qujtë si një femë latine, ashtu, po qështë tash ma herë gjithmonë në konë femna, që zdi pse më kanë paragjyku, ndoshta që e kom rritë zonën, ndoshta që e kom kalzu historinë tem, ndoshta që se kom loni moshkull mu me ullë poshtë ose me më lëndu me fjallë tina, gjithmonë në konë femna diqysh, po kjo shumë e zezë, po se lyp kjo marë në Kosovë, kërë kjo thotë të një më rritë malzi, më falë, unë jam e 5, nuk e kom zgjedhone për më rritë malzi, babi me ka pos punën atje, mami me ka pos punën atje, normal që shdo prinde mërë të mine vetë ku është atje. Edhe di më një moment ku e kum ragu, kum thonë, pse ti praj, mërë të minë shka në Gjermani, Angli, në Zvicër, kur ti e Kosovës, hajdi praj një jetë edhe ti në Kosovë. Për në gjyre nuk kam qka bëj, nëse jam diçka gabim edhe shose publike. Pra ke zgjedh me ju, si me thonë, me ju dhani shpjegim këtyre njerëzve, nuk është se ke qëndru e heshtun edhe me ju thonë, kjo nuk është punë e juja, se nuk komentohet njëri ju as në bazë të ngjyrës, as për katë Po, diçka se Zotim ka jepë edhe nuk më i me ndryshu, një gabim në ashta më i me ndryshu, në gjyren, bukurin, kështës, më i me ndryshu. Ti e shumë e bukur, moj, se pejes kur the, vajzat e pejes janë bukra. Gjitha shqiptaret, në fakt, e kemi një nurë kështut më tepër se sa tjerat me ndojun, po ti e ke edhe këtë buzëqeshje që të karakterizon shumë. Më thaj që ndër vite, ajo që më shumë ti kujton prej fëmiris është gjyshja. Më folë pak për të edhe që të kam su ajo, që biseda shkeni ndo gjyshet, ato që kanë fatin, ata fmi që kanë fatin të rritën pra në tyre, e kuptojnë që ato kanë shumë qef me nda histori të kohës kur kanë qenë vetë të reja, të bëjnë këtë krahasimin e kohrave, ne kur kemi qenë kështu, ju tash kështu. Që mban mend ti prej bisedave me te? Me thonë drejten, e kam një gjyshe si Angel, është një gjyshe shumë e mirë. Ka njerë ja marrë vetit pse i kom nej shumë afer gjyshes, kur edhe jo rrit pa një prind vetin, kalon prind nona vetë, dhe më thonë shumë të vogël gjyshen teme, dhe gjyshe më rrit pa non. E ka njerë thëmë pse më lidhë ka shumë shpirtnisht me ta, pse do në njëtin situatë e kaluva si gjyshja. Normal që jam pika e dapta lo e gjyshes teme, dhe më thonë po, edhe jam shumë e lumë të rëzone e bëj gjyshen për mu që unë ka, moment, edhe gjyshja nuk më ka folë. Pra një viti, dhe më thonë gjyshja u kun shumë keq, te për keq, momentin që më ka po mua jo, dhe më thonë ka morë forcën edhe që unë kam. Po gjyshja më është ajo që më kam su që shmo vesh, shkollë gjithmon ajo më ka që, gjithmon nuk kujdes për mu ka do, su më galon asë një moment vetë, dhe më thonë jam kun... Ka gatu prej këtyre ushqimeve që me gjyshe gatimet, me qendiz, me maru, ruza, këto krejt për gjyshes teme dhe moni dise. Gjithmonë në këm pas qef, këm shumë e vogël, këm pas qef shumë me qendiz, me pe, me gjilpon. Dhe më thonë, ajo është konë tonë konë me mu që e kina qendiz bashkë. Një prej njerëzve të tjerë ma të dashtun për ty është një pyet.
Më thonë që kom disa fotografi të tuat bashkë me të, është djali i vllaut, da? Po, ajo është drita syve. Sa vjeç është botash? 2 ka. Sa i mirë. Këto i ka pos 5 javë, aty pak ma jetë i ka pos 4 muaj. Apo të shko ka me qenë non? Me tonë drejtën, jem shumë e lumtur që më ka beku zoti me pos këtë një, dhe që ma ka dhona jam në halë, po njëjtën kodë jam si non për ta. Dhe ka njerë thamë, unë dhe më thonë jam gati për me pas një thmi, pse se çdo sen që e baj tash, e baj për këta, mësë me mungu këti kur gjo heq. Jashtë asoj që nuk i mungan dashnia, po edhe senet tjera mësë me mungu këti heq që shna ka mungu neve. Edhe çdo sen që e baj normal që e baj për ta, nuk e kam vetëm këtë nip, unë e kam edhe shumë tjerë, edhe një që puna vjen tash, ama kjo është nipi i madhë. Të jenë me shëndet, si se cili, këtë me përmenda me që ke kështu pik pak më të dobët të të tjere, po sigurisht që i do halat gjithë mijet, që mos prekëm. Si ja ke Lona? Djarë. Djarë? Po, kjo i ka, dëmonë djarë është orë prej 2 shkronjat e babit vetë të 2 shkronjat e mija. Okej. Ja kom Lona me nëmë. Të jetë me jetë gjatë, edhe besoj që kur të rritë djari do t'jetë shumë falenderus edhe do të bëhet mandej aj një mbështetje për ty. Shala. Ta që ndjen vetën shumë të gatshme për të qenë non. Sa ofër kësaj faze, kësaj periude të jetës je? Me thonë drejtën, njëherë për njëherë nuk e kam këtë menja për më bo non. Ndoshta jam e gatshme, por njerë jo. Deri t'ja kthej këtë mira që ato vujtje që i ka pas mami dhe babi janë gjatë asoj kohës që kum gabu ndoshta unë, du m'ja këthy njerë me të mirë. Momentin që ata i shot të lumë të mirë dhe ja kum plëcu këtë ato kushtet, atëre normal që jeta jam edhe normal që du me kriju familje, por njerë jo. Heret. Meq, ne folëm edhe në fillim për pasionin tënë për aktrimin edhe projektet në cilat ke fillu me punu. Po të jipej mundësia, ose dikush të propozon, ta luaj një film kështu autobiografik, me gjithë rëfimin e jetës tënde. A do të ishe efort ta bëje, pra ta luaje jetën tënde në një film? Apo mendon se ka përjetimet e hidhura vështirë se mundesh me ju këthy prapë në skena filmi? Jena diskutime për këtë gjë. Kjo po ndodhë, Jena diskutime, po kam shumë probleme gjithë njërin e duar për mja dërzu jetën tem. Se ka dhe shumë senet tjera që une nuk e kom tregu në publik, do senet që mujnë më kom pak ma të ndishme, për mes me mërë veç babi dhe mami që kom kalu unë. Se babi dhe mami dim pas ajo që më ka ndodhë pak ma e modhe, po janë edhe disa gjona tjera që deri të dëm vetët që i kom bo. Edhe njëherë? Deri, dhe më thonë, s'kom të regu shumë gjona, se edhe tutna që mos po flasë diqka që mu i printit për me lindu. Amo, printit mi nuk e dim për shambull deri të ajo pjesa që i kom bo veti dëmë. Shumë. Dhe më thonë që kom vendos me u zhdu për kësa jetë se dikur u lodha. Amo, fati deshti prapë unë e mejtu. Pra ti ke frikë që nëse i tregon komplet në detaje historinë e jetës tënde, ata kanë me u lëndu edhe më shumë? Mami më besoj. Po kur t'ka dëgju në rëfimet e tua më herët që i pas ke bo, cili ka qenë reagimi saj, pra kur ka dëgju për jetimet që ti ke pas, gjana që t'kanë rëndu edhe t'kanë mundu gjithë jetën, si ka prita ja? Mami jam alo i vunë. Momentin që e shenë një histori t'il, alo e vunë. Alo e vunë të sene, ka rrethit familjarve që më pysen, po e këmë thonë se ka me full të amon për jetën tem, që tash ma jetin aty diskutu për me bo një pjesë filmit. Për mi të regu tjerve se që ka dalë që na ndollë një jetë, prapë du të më bo më qu vetë në kam, mos më të rëzu asë njëherë, se gjithmonë për një të keqës vjen e mirë. Edhe këtu nuk më dhimet vetja as pak, për këtë ato stane që më kanë ndollë një jetën tem, nuk më dhimen se më kanë bo një femën më të fort, një femën që s'kam nevoj për kërkonin, një femën që jam të jetë hapa për qëllimet mija,
Po nëse më dhimet këtë dikush është babi edhe mami. A je pishman që e ke lënë me kalu koha që gjatë pa e kërku ndihmën e tyre? Pse nuk ke dashur me kërku ndihmën e tyre shumë kohë përpara? Nuk ka që si këmë bo telefon, po ka pas tjerë rrethit familjes se nuk e kanë zitë flavin të të madhin shumë dhe gjithashtu dhe babi. Janë ndiku prej rrethit që të mos komunikojnë me ty, a? Sidomos vllavi jam i madhe. Ai. Si i ke sot raportet me te? Së më folë. Nuk flisni hiç? Nuk keni taku prej vitesh? Jo, jena taku para 2 viteve. Jena taku, po jena taku si dy njerëz pa një orë për njën tjetër. Jam vra ma shumë. Ke tentu ti t'i afrohesh edhe me kërku një bisedë si vllau me motrën? Normal që po. E ka refuzu? Qa mendon, pse? Qa po e ndalon ato prej takimit me ty? Ndoshta kjo krenaria e tepër kur të ka njëre. Ndoshta tash unë po flas qa mendojën. Ndoshta mendon që nëse më pranon, këto gabimet e mia mundet një pjesë e krenarisë me hek. Ama e di sa i kur do ka me më folë. Kur do ka me më pranu kjo që jam. Nuk besoj që këmë bo diçka gabim, për se jam pajtu me familja, jam mundu gjithësën herë deri të pjesa e veshjes, jam mundu më do kësa ma okej, për mos me dollë kërkosh një fjallë më janë shumë babit, për mua se vlaftë. Unë mendoj që krenaria nuk matet mes familjesh, aq më pak mes vllaut e motrës, dhe mendoj që jo në këtë rast, specifikisht vllau yt, po çdo njeri, çdo vëlla, çdo motër bën gabime në jetë, prandaj quhet familje, sepse familja duhet me qenë aty si në gabime, si në momentet bukura, si sukseset, si dështimet me i zgjatë dorën njëri tjetrit. Ky kish me qenë mesazhi im për vllaun tënd dhe për secilin vëlla që nuk pranon me i fal gabimet motrës, vllau tjetër, shokut, shoqes, ku e di unë. Gjithë secili në fund. Njëjtë mendoj me kam edhe si te, po. Cila është dëshira jote sot më e madhe në jetë? Pra që e ke kështu si, okej, karriera, po ta kuptoj fokusin që e ke të aktrimit, po që ke një dëshirë që gjdo ditë, ose gjdo natë, kur vjen gjumë, lutesh për ta? Normal. Prend të mim. Dëshira ma e madhe është mja i këtë ato dhimë që kanë babi dhe mami. Se e di se kur të më thirrën në telefon, ose shoj një historit në gjajshem, ose diçka, me historin teme e kom lonë, ka njerë thëmë kom bo gabim që e kom folë historin teme. Ka njerë thëmë kom bo mirë që kom folë, se kom rritë zo. Po, kur të shumë momin teme se historia e me kalonë dyqysh si me pasoja, si me dhimë, edhe thëmë pse kom folë. Pse e kom bo momin teme me ndu të në kohën për këtë sene. Ama babi jem ka shumë besim tone, babi jem e din si jam një femën e fort. Babi jem gjithmonë më thotë, jërëzu, quf. Edhe tash, shumë, kur të thiri për diçka, kjo punë s'po me të smirë, okej, ti je e fort, femën e fort. Ti e qika babit edhe vazhda. Jam krit në fund, Arbona, edhe du me të kërku një mesazh, ose qka të vjen që kur takon vajzat reja, shoqet të reja të tuat, që në base disa edhe e din historinë tënde, dhe se unë pak jam si në mjegull me të andrejtën, se nuk po du me të vu në presion ose në trysni për me folë ma tepër se sa që ti ndihesh me folë, prandaj edhe si po i marrë kështu si copë za pjesën e historisë, se po mundohe me imaginu për jetimin tëndë, po gjithsesi unë e respektoj. Qa mesazhi ju jep vajzave? Një vajzë që në mosh të re, konsideron që ka përjetu një fëmiri të tmershme, si shma përshkruve ti, edhe që sot akoma e vun në distancën me familjen. Jo veç vajza, por edhe djemve, i kisha thonë në momentin që keni një histori tillë, falni sa është heret, mos keni frikë për askuj, pos përveç Zotit nalë. Falni sa është heret edhe më ledhni gjithë forcat që i keni edhe asni për para thuj, unë jam ma i forcit te. Nuk mund është kërkosh me rëzu kërkonin. Letë bëhen zot vetit, letë i dalin vetës zot. Edhe
Le të bëhen një shoqëni e mirë. Unë shpesh i tham, inshallah krejt ka një shoqe se jone, inshallah kërkush nuk ka shoqëni se jone. Se pak ta bëjnë edhe shoqënia. Po, te historia jam, jo. Mës të hyjë gjina me shoqënin teme, te historia jam, jo. Nuk ka ndiku shoqënia, po ka ndiku tjetër kush krejt. Që i kësha thonë njerëzve, falni, veç falni. Edhe grani aty ku po doni, që t'ja vetit piken, le të shkojnë aty ku dojnë ata. Faleminderit që erdhe sot, më uroj që të përmbushen krejt dëshirat që i keni jetë, ta kesh familjen për her ofër, dhe uroj që çdo ditë të jetë një hap drejt afrimit juaj shumë më të madh me njëri tjetrin. Faleminderit shumë. Ishe knatësi. Knatësi. Dashur miq, po ju lë tani me marketingun, kthehemi pas pak në pjesë të dytë.